Ndihem shumë mirë për rezultatet që pata te ky botror edhe normalisht emocione kisha. Gjatë kohës që bëja garën jo dha aq, por mbasi realizoja provat aty ndjeja emocione. Dhe konkurenca ishte e fortë, por kush stërvitesh fort, ja del. Sa ka qenë pesha që ke ngritur, Enkelida? 98 kg në shkëputje dhe 115 në shtytje. 150 me shtytje dhe 90 kg me shkëputje. Praktikisht sa pesha ime. Mua më merr dhe më ngre në ajër ti me këto peshë që më thua, me këto rekorde që më thua. Sa stërvitesh në ditë? Unë stërvitem 6 herë në javë dhe stërvitem çdo ditë rreth 3 orë, diçka e tillë kështu. Çdo ditë nga 3 orë? Të del koha që të menaxhosh edhe sportin edhe studimet? Normalisht mundohemi t'i balancojmë të dyja edhe ka raste që stërvitja kërkon më shumë kohë, po që mundohemi gjithmonë t'i sistemojmë të dyja bashkë.